Departamenti Amerikan I Thesarit ka vendosur të sankcionojë familjen shqiptare të lidhur me kartelin e Sinaloas, ku bën pjesë edhe luftar Hysa, njeriu që u përfol gjatë si vizitor I zyrës së kryeministrit Edi Rama në tetor të vitit 2020. Thesari Amerikan vendosi sanksione ndaj anëtarëve të familjes Hysa nga Meksika, duke I akuzuar se kanë përdorur rjetin e tyre të gjerë të kazinove dhe restoranteve, si mbulesë për pastrimin e fondeve të kartelit të fuqishëm të Sinaloas, njoftoi agjencia Reuters. Në atë që Thesari I përshkruan si një veprim të koordinuar me qeverinë meksikane, vendosen sanksione ndaj 6 anëtarëve të familjes Hysa dhe një personi tjetër, si dhe ndaj bizneseve të tyre në Meksik, Kanada dhe Poloni. Thesari ndërmori gjithashtu hapa për të ndërprerë qasjen e bizneseve të dyshuara të familjes në sistemin financiar amerikan. Në njoftimin e gjatë zyrës së departamentit të Thesarit bien në sy 2 pasazhe. Luftari me bazë midis Meksikës dhe Kanadas shihet shpesh në mediat publike si një anëtar kryesor I familjes Hysa, duke dhënë intervista publike për bizneset e familjes së tij në Meksik dhe në Evropë. Thuhet në të parin ndërsa vjohet. Luftari dhe Arbeni kanë përdorur një entitet me bazë në Evropë për t'u pasuruar nga pastrimi I fondeve të paligjshme që u përkasin personave të dyshuar për trafik droge. Emri I këtij personazhi që sot sanksionohet nga SBA krijoi efektin e një bombe në Shqipëri kur gazetari Giorgio Motola I Rajt 3 e pyeti drejt për drejt kryeministrin Edi Rama për lidhjet me të. Në intervistën me Ramën, Motola citoi mediat kanadeze që kanë shkruar se Hysa dyshohet se pastronte paratë e kartelit meksikan të Sinaloas përmes kazinove dhe se ai ka hapur një të tillë në Vlorë. Rama u shtrëngua të japë versionin e tij për takimin. Ati është një investim I një familjeje vlonjate. Ati është një person I njohur në Vlorë sepse ishte një nga aktivistët e gjelbërt kundër petroliferës italiane. Ai është bërë I famshëm për këtë dhe familja e tij ka investuar në një nga hotelet më të bukura, pak nga pak Marina Bay. Pastaj ata që unë I njoh sepse jam deputet I Vlorës më thanë, duam të takojmë sepse është një kushëri apo një I njohur, këtë nuk e di, që jeton në Meksik dhe dëshiron të na ndihmojë të na jap një dorë për të menaxhuar kazinon. I thash, dakord, hajdeni. Erdhën, I takova. Më thanë thjesht, çfarë? Informacione mbi mundësinë e ngjëje të tim dhe u thash, ne kemi një kuadër të thjesht për të stimuluar hotelet me 5 yje, që nuk ishte në Shqipëri, bëm një paket pa taksa për 10 vite, TVSH 6%, 0 tarifa për lejet e ndërtimit, shpjegoi Rama. Pastaj me insistimin e gazetarit, kryeministri shtoi. Ai, Hysa, erdhi me ata për këtë. Kjo më kujtohet. Një herë kam parë në jetën time, më pas kam parë se e kanë hapur. Kaq. A është investitor, apo administrator, apo nuk e di. Vetë gazetari I emisionit e Report në Rai 3 Giorgio Motola e rrëfeu më pas këtë episod të bisedës së sforcuar me Ramën. Kryeministri Rama e pranoi që e ka takuar këtë luftar Hysa, duke dhënë një version ndryshe nga ajo që tha luftari në një emision tjetër. Ai tha se kishte shkuar për të folur me Ramën për një libër për mjedisin. Rama e përgënjështroi versionin e luftarit. Rama nga ana e vet thotë se nuk e dinte se luftari ishte një përfaqësues I kartelit të Sinaloas. Versionin e tij në intervistën me Ramën e kishte dhënë edhe vet luftar Hysa në një bisedë me Blendi Feuzi në studion e Opinionit. E kam dashur ta takoj Edi Ramën për një histori shumë të bukur që më pëlqen ta ndaj me ty këtu. Un kam një mikun tim të madh që është nga Anglia, faktikisht nga Skocia dhe jeton në Londër, dhe ky miku im e ka emrin Max Milligan. Un kam mbetur me atë në Peru për 3 vjet dhe Mac, vllai I tij, ka qenë drejtori Sky News në Angli. Maxi është fotograf dhe bën libra. Bën fotografi dhe shkruan libra. Ka bërë libra për Perun, nga anën bregun I Fildishit, Islandën, Rumaninë, dhe ky njeri gjithmonë donte të bënte një libër për Shqipërinë dhe të promovonte turizmin. Në telefonin tim I kam të gjitha mesazhet edhe bisedat me Maxin, dhe unë duke kërkuar dhe duke parë se Rama është edhe artist dhe I pëlqen kjo lloj fushe, thash se vetmja gjë që mund të bëja ishte të propozoja këtë projekt që mund ta mbështeste. Ramën e gjeta përmes një miku tim gjerman, që është mik I mirë I Shqipërisë dhe unë jam frenar që e kam mik. Dhe çfarë kam folur me atë të ndihmaj Shqipërinë për të hapur negociatat. Ai kishte ardhur për punet e veta dhe tha, hajde të prezantoj kryeministrin. U shpreh aso kohe uftar Hysa. Lajmi se në kazinot e Shqipërisë po investoheshin paratë e kartelit të Sinaloas u botua në median Meksika El Universal. Në qendër të shkrimit ishte luftar Hysa dhe vëllezërit e tij që ndamë, po vërtetohet edhe nga departamenti I Thesarit amerikan. Familja Hysa, me origjinë nga Shqipëria, në të kaluarën ka mohuar publikisht çdo lidhje me krimin organizuar, vëren agjencia Reuters, I cili vijon. Shtetet e Bashkuara dhe Meksika po punojnë së bashku për të luftuar pastrimin e parave në sektorin e lojrave të fatip në Meksik.
tha zëvendës sekretari i thesarit, John K. Harley. Mesazhi ynë për ata që mbështesin kartelet është i qartë, do të mbaheni përgjegjës. Autoritetet amerikane pretendojnë se luftar hysa me bazë midis Meksikës dhe Kanadas, së bashku me të afërmit e tij, kanë bashkëpunuar me një person të pa-identifikuar në Shtetet e Bashkuara për të transportuar sasi të mëdha parash në dorë nga Meksika drejt SBA-s. Njoftimi i thesarit vjen një ditë pasi autoritetet meksikane njoftuan se kishin pezulluar aktivitetin e 13 kazinove të dyshuara për pastrimin miliona dollarësh jashtë vendit. Nuk ishte e njëjti qartë nëse dy operacionet ishin të lidhura, ndërkohë kur pak kohë më parë nda një tjetër gazetari i emisionit Report në Rai 3, Sigfrido Ranucci, u bë një atentat në Itali, ai nuk e përjashtua se goditja ndaj tij të ishte ardhur nga krimi organizuar shqiptar. Ne kemi marrë një kërcënim nga një avokat ndërkombëtar që ishte në kartelin e Sinaloas, që ishte i lidhur me shqiptar, lidhur me këtë çështje dhe unë ju kam dërguar gjyqtarëve, tha Ranucci.